No, no. Orna. Po familjen. A je gjallë? Muskulja? Po. Pasha familjen. Kur gjë jashtëzakonshme. Jo, që. Veç më marrë me të thotë që shumë maj fort ja. Maj fort në Kosovë, pasha. Nuk e kam me të livdu. Pasha familjen. Una? Numër ne, pasha zot. Faleminderit. Mos e kemi gjithë një 5 euro të bre. 5 euro? Po. Ka dal çaki këtu, kush ka ra këtu? Po, më ka puth një qik, për pak se më ka qëllu ngoj. Mirë. E çka deshte? O, një 5 euro poshtë familjen e kemi gjithë, ti kthej. Ose ka me dollë me femën. Qa po duhen? Me femën ka me dollë. Po let pagun sonte ajo? Ja, unë kam rani pasha familjen kësja. Hajt. Jo, s'kam, s'muj me të gjithë. Ko, qërë roli poshtë familjen. Oj, loqë. Ko, që nuk është të roli, Lori është. O, roli, thamu, ta u zemën pasha familjen. Ej. Po jo doj. Pasha familjen, a besë shko kluna për ty, pasha zotë, që vete në imin. Ngom, po zotën e pëmartuash me mu. Me ty? Po. I vogël e të rritë dhe që. Me pos pore në vene kësha morë, pasha zotën. Me pos që? Me pos shumë pore. A isha orë tonë me pos pore. Asjerë. Pse? O, pasha familjen së vinë pore, vishti shko gjolla në verhoxha me dy Me biciklatini se miliona, qanë me pas donsis. Edhe, po jo bajbe, e në verhoxha më kishë denë këfi me kule dek, hasit më shilë. Poshtë familjen, ata këne një kongë se më shka kljuve. Pse din me këndu t'ja? Poshtë di me kënu, kejtë vaj, pasha zotin. Ti tana i banë? Special për mu këngën? O, për ty vishta kushtej ty pasha familjen. Okej. Moj lërë, moj buku rushi, unë me ty gjithë jam konfer, ku nuk thejna në katë unë temin, pa ta puth faqen një herë, A bëndë të puth? A vala varë gjej paske. A ki tjera? Jo, s'ka mu. Kam edhe një, po nuk po du me kënu. A nuk po do në Ja, s'po du se, a bëndë të puth faqen, po Jo, shumë. se ty t'kanë puth, kështu që më vjen E, keq. normal, s'kam shka të bëj. Po më duke të kanë puth me box këta, po. Qa të bëjon? Vish më puth Mirë faqen Rama në MC-a, jemi. Mirë, faleminderit. Jemi këtu për intervistën 60 sekondshë privé. Lori, mirë Rama, si zakonisht po duke shumë bukur, komplimente. Shumë gjithashtu. Gjithmonë kër është nga të mije duket bukur, që. Shkoj me pyetjen e parë. A ki qef me këthy kohën e Enver Hoxhës? Jo, normal që jo. Qysh, jo më vice po të Allah Fordit pasha familjen. Ku e kësha bleni kamjan biciklat kines edhe kësha bon fem në Shqipni së dush. Beso, me bandash e kësha mon vleona qëretin. Lori, si kur t'kishe qenë sakëz në gojën e Rokut, qa kishe ba? S'kish paranu e di? S'pranën? Jo po thët? E po te, Roki, si kur t'kish qenë Lori sakëz në gojën tante, qa kishe ba? 7 herë sekund e kësha kashu. Lori, për sa para kishe luajtur një film erotik? As për miliona jo. As për miliarda jo. Po ti, Roki, për sa para kishe luajtur një film erotik? Unë kështu se di me ditë kam 10 herë o ditën 2 herë bukën. Lori, a e dim prej ka e ka prej ardhjen Roki? Nga majmuni djetë. Roki, prej ka e ka prej ardhjen majmuni? Prej Shqipërisë, vlo. Lori, ku e shini vetën 50 viteve? Në skenë. Po ju, Roki, ku e shini vetën 50 vite? YouTube. Me pas mundësi, tani, momentalisht, kënë e kishe mytë? Na i ma bozu, se s'me dha 5 euro. Lori, momentalisht, a fleni vet, a vet e dyta? Vet. Se vlo s'po thirë. Se e kam një problem. E para je i vogël, Erti. Unë ka dzova për i vogël edhe Po prit gjekë pra, është i vogël. edhe e dyta që nuk e tipi im. Si ti kështë të putu, si jem sune me fletve t'i dyti. Ajo po se po, e urrej mas shumë ti. Si jem sune të mësaj për jovë.
O jo për një javë, po për 100 vjesë mëson do të Kush? Lori, a është e vërtet që investoni shumë në garderobë? Bëni shumë shopping me një fjalë. Po, e vërtet është. Pse gjithë këtë trëp me mluti? Ne prit. Lori, Lori për të të faleminderit shumë që ishe e pranishme të lumshin kom që na ke Jo, ardhur. zemër, lumshin kom kratemin, unë nuk më pru. Lori, absolutisht je njohur për bashkëpunuese shumë të mirë, planet tuaja në të ardhmen. Për momentin jam duke përgatitur një album me këngë të vjetra popullore, me këngë të Shqipërisë, të Gjakovës, të Pejës. Konglomerat, gjithë Shqipëria çfarë duan. Po, Shqipëria e madhe. Jam duke i punuar në studion e Florent Boshnjakut, domethënë orkestrimet po i punon Florenti. Në këtë album gjithashtu do kemi edhe një këngë të re, po popullore, e cila do jetë e para në rënditje dhe do shoqërohet me videoklip. Këtë projekt do ta lansoj produksioni Arboni i Gjilanit, me të cilët kam një kohë që po bashkëpunoj. Pastaj kam edhe 2 projekte të tjera, i kam çik me shumicë si vjet. Njëri do jetë jam e ftuar në këto 2 të tjerat, është me këngë për gazmente familjare, për dasma më tepër, do jenë dhe 2 këngëtare tjera që po punohet në studion e Metit dhe Dritonit, dhe tjetra është befasi, sepse akoma nuk e kam dëgjuar këngën, jam e ftuar në Shqipëri në një bashkëpunim. Mendoj që do jetë një bashkëpunim i qëllum, po s'po zbuloj më tepër, sepse duhet ta dëgjoj një herë projektin edhe të shohim. Atëherë, Faleminderit. për herë veçantë, na zbulo kush ju ka bërë kaq të bukur. Faleminderit. Unë në fakt do falenderoj si gjithmonë Njomzën, salloni Njomza për grimin dhe flokët, për lukun, ndërsa për garderobën kreatoren time Vjollë Sallapashtica. Lori, të falenderojmë nga zemra që ishe sonte me ne. E pra jemi këtu me studentët nga Universiteti Haxhi Zeka nga Peja, me përfaqësuesin e tyre, zotriun e nderuar Zenel Mahmuti. Zotri Zenel, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Ju jeni viti i parë apo jo? Po, viti i parë Po administrim sepse është edhe viti i parë i studimeve në Universitetin e Ri apo jo? Po, është. Sa studenta ka tani për tani Universiteti Haxhi Zeka, e dini ju? Sa i përket vitet të parë administrim biznesi janë ofër 500 studenta, të cilët vijojnë studimet në universitetin tonë. Çfarë drejtimesh ka universiteti? Pa, shqo zotrina im se i përket drejtimeve tona ka, sa i përket fakulteti biznesit, është administrim biznesi, kontabilitet, banka financa, menaxhment turizëm, hoteleri dhe tjerë. Dhe sigurisht synimet janë që të zgjerohet dhe Kuptohet si çdo student i ka synimet e tij që të jetë sa më parë botës që të i afrohen përmes dijes drejt së ardhmës. Nëse më lejo zotrina im, desha të bëj një përshëndetje masin në prag zgjedhjes studentore. Njëkohësisht e kemi edhe unionin ton studentor, i cili bën emrin e të madhit Haxhi Zeka, të cilët i përshëndes përzemërsisht dhe dëshiroj një fitore sa më të madhe në universitetin tonë. Zotri Avnigashi, drejtori i shkollës fillore të mesme të Ult, Recep Aklapi nga Aklapi Lipianit. Është kënaqësi që ju kemi këtu prezent në Odeon. Kënaqësia është e imja dhe ju përgozoj për emisionin e realizuar me musafir të mirë, me spektakël të mrekullueshëm. Gjithashtu ne e vim nga një shkollë, është në lindje të Lipjanit, 12 kilometra, jem një shkollë e vogël në mas, po jem e madhe me zemër dhe suksese dhe konsideruam padyshim një nga shkollat më të mira të komunës së Lipjanit. Shkolla juaj ka shumë nxënës, ka shumë vite që funksionon? Shkolla jonë fillimisht fillon si me tepe atë në vitin 1936, mandej në vitin 1947 u formu si shkollë fillore dhe funksionon prej parashkollore dhe në klasën e 9 fundit. Zoti drejtor, faleminderit, ishte kënaqësi që ju kishim këtu në Odeon. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Zoni nderuar, ishte kënaqësi që ju kishim sonte këtu në Odeon. Natën e mirë, shumë faleminderit që ishit me ne.
Faleminderit që ishte me ne. Gondi, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit që ishit me ne.